billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falënderimi tek Allahu subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekin dhe vazhdojnë ta ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun e madhruar, i cili na bëri pasues të kësaj feje, nga mërësia zemër themi falënderimit të takon ty o Zot. S'ka të falënderuar dhe të adhuruar tjetër me merit për posteje, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira, më të sinqerta dhe më të përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e kësaj feje. Çka do të qelloj asaj ligjërata është nga mirësia e Allahut dhe çka do të gaboj është për shejtanin dhe për men. Vëllezër të nderuar, nga krijimet Allahut subhanahu wa taala është dita dhe nata. Pra është Allahu subhanahu wa taala është ai i cili krijoi ditën dhe natën, dhe do të dyja ndrohen, herë vjen njëra dhe pastaj e pason tjetra, siç e ka qartësuar Allahu subhanahu wa taala. Këto përveç se janë një krijim hyjnor, këto dhe në vete bartin veprat tona. Pra vjen një ditë, merr veprat të cilat i kena bë dhe largohet, pastaj vjen nata, merr veprat të cilat i kena bë dhe largohet. Po ashtu janë një numër nga cila përbëhet jeta jonë, dhe sa më shumë rritet numri, aq më shumë rritet edhe numri i, me thoni, qëndrimit tonë këtë tokë. Po sa më shumë rritet numri i ditëve, po ashtu paksohet numri i ditëve të cilat na kanë mbetur në jetën tonë. Andaj këto kalojnë shpejt dhe mbesin dhe do të mbeten dëshmi për atë të cilën ne kena punuar. Thot Allahu subhanahu wa taala, yuliju al-layla fi an-nahari, është Allahu subhanahu wa taala i cili e bën që nata të kalojnë në ditë dhe dita të kalojnë në natë. Wa tukhriju al-hayya min al-mayt, dhe është Allahu subhanahu wa taala i cili e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe e nxjerr të vdekurin nga i gjalli, dhe Allahu subhanahu wa taala këndon e furnizon pa mas. E ceki këtë se kaluam e jamen ma'dudat, ditë të caktuara, ditë të numëruara, të cilët i ka quajtur Allahu subhanahu wa taala, dhe ato kanë qenë ditë të Ramazanit. Dhe pas tyre ditë të numëruara morën me vete çka patën mundësi të marrin nga veprat të cilat ne i kena punuar, por problematika është aty se na mendojmë se, apo e shprehim, do shta se mendojmë, e shprehim realitet se sikur se ditët të cilat regjistrojnë veprat tona kanë përfunduar dhe kanë kaluar me ditët e Ramazanit. Pra mbas Ramazanit, sikur se këto ditë të cilat po na kalojnë, nuk janë ditë në të cilat shkruan veprat, nuk janë ditë në të cilat duhet veprojmë, nuk janë ditë në të cilat ne duhet ta dëshmojmë se ne vazhdojmë të jemi besimtar, por thjesht i llogaritim disa ditë të cilat na duhen deri kur të vim tek ditët tjera të Ramazanit. Pra i kena tash një 320 ditë të cilat duhet i kalojmë që përsëri të vim Ramazan. Realisht vëllezër, sikur se kanë qenë ditët e Ramazanit, janë edhe këto ditët të cilat na regjistrojnë veprat tona. Është e vërtetë se Ramazani ka pas një atmosferë të veçantë, është e vërtetë se Ramazani ka pas kushte më të përshtatshme, do me thonë, si në aspektin praktik, po ashtu në atë teorik, do me thonë, atë që s'duket, do me thonë, nuk e ke pas shejtanin, nuk e ke pas, do me thonë, cytjet, sikur se i ke jashtë Ramazanit, po edhe në aspektin praktik, thëmë si ke pas atë rrethën tënë dhe ke pas me njerëz të cilët të gjithë kanë qenë të fokusuar në adhurime. Dhe kjo atmosferë me të cilën e jena kënaqur, të cilën kena kalu bukur dhe, do me thonë, është një ndjenjë imanore, kjo është një atmosferë të cilët gjeneratat e para e kanë pas atmosferë gjatë gjithë vitit. Është një atmosferë të cilën gjeneratat e para e kanë pas gjatë gjithë vitit. Aty dëshmohet përkushtimi, aty dëshmohet vendoshmëria e njeriut, aty, do me thonë, dëshmohet mundësia se sa ka mundësia të, do me thonë, të punon, dhe kjo, do me thonë, duhet jetë dëshmi për neve se ne kena mundësi që të vazhdojmë ende. Andaj, ajo që du të ndaj me juve është si një përkujtim ose rikujtim, dhe pse të gjithë e dini, se
me thonë kalimi Ramazanit i ngjan si rasti të vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku sahabët nuk mundin ta besonin se u largua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga mesi i tyre, u largua mirësia nga mesi i tyre, u largua prezenca e një bereqeti të madh nga jeta e dhe prezenca e tyre, derisa u çu Omeri dhe tha, nëse dikush thotë se ka vdekur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë do ta mbys atë, deri kur del Abu Bekri thotë, "Men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammeden qad mat." Thot kush e ka adhuru Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ta dinë se Muhamedi ka vdek. Por kush e ka adhuru Allahun subhanahu wa taala, Allah është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Kjo vlen edhe për Ramazanin. Kush e ka adhuru këtë muaj të bereqetshëm, këtë muaj të veçantë, këtë muaj i cili prezentat e cilit na gëzon, ta dim se ky muaj ka kalu. Por Allah subhanahu wa taala, ai të cilin e kena adhuru gjatë këtij muaji është i gjallë, ai nuk largohet kurrë, ai nuk vdes kurrë, ai nuk na le kurrë. Dhe prezenca e tij është çdo herë prezente dhe mungesa e tij nuk duhet të vrehet kurrë. Andaj vëllezër, ne si besimtar, na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala dhe na ka thënë, i ka dhënë urdhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe atyre të cilët do të vinë pas që të thonë qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi jem, kurbani jem, jeta ime dhe vdekja ime janë për kant, për Ramazanin jo, janë për Allahun subhanahu wa taala. Andaj si kena pas potencial dhe si kena pas mundësi që të jena aktiv gjatë Ramazanit, duhet që të vazhdojmë edhe të jena pas Ramazanit, se ne kena bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allah subhanahu wa taala thotë, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu biqawli thabiti fil hayati dunya." Është Allahu i cili i forcon ata të cilët kanë besuar me fjalën të fortë në këtë dynja. Pra gjatë gjithë dynjas, gjatë gjithë qëndrimit të tyre, në këtë dynja deri kur? Wa fil akhir, deri kur të vinë në momentin tjetër që ta dëshmojnë të njëjtën në ahiret. Allah subhanahu wa taala çka thotë? "Fasabbih bismi rabbik", dhe ti madhëroje me falendrim Zotin tënd, wa kum minas sajidin, dhe bëhuni nga ata të cilët bëjnë sejdë, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuroje Zotin tënd deri në momentin kur ty të vjen vdekja. Andaj fillimi i veprimit tonë është hyrja në moshën madhore, fillimi i obligimit. Përfundimi nuk është përfundimi i Ramazanit, përfundimi është vdekja jon, largimi jon nga kjo dunja. Dhe kjo është ai yaqini i cili përmendet, në Kur'an. Andaj ne si besimtar duhet që adhurimin të cilën e kena dëshmuar se mund ta bëjmë, që kena bërë gjatë Ramazanit, ta vazhdojmë. Edhe pse ne ndoshta s'kena mundësi që ta bëjmë një tempo. Po ne s'paku duhet që të dëshmojmë se Allah subhanahu wa taala na ka pranuar këtë adhurimin. Dhe dëshmia e pranimit të adhurimit është vazhdimi i adhurimit. Veprat e mira janë sikurse motrat. Çdo herë motra e lypën motrën tjetër. Edhe veprat e mira janë kështu. Nuk ka mundësi që të kesh ti vepra të mira dhe pasi që largohet ky muaj ti ndërpresh komplet. Të mos gjenden vepra të mira. Ku është ai rezultati i veprave të mira? Ndërsa ne e dim se Allah subhanahu wa taala është shekur, është falënderues për robërit e vet, të cilët bëjnë vepra për hir të Allahut subhanahu wa taala. Andaj ne duhet t'ia dëshmojmë Allahut subhanahu wa taala se o Zot, ne se ne mbajnë në njëjtin tempo, po çka? Ne vazhdojmë të jemi robërit të tu, edhe pas kalimit të muajit të Ramazanit, edhe pas asaj kohe ku ishte tepër më lehtë, ishte tepër më mirë, por përsëri ne vazhdojmë të qëndrojmë, vazhdojmë të qëndrojmë. Mirë, ajo e cila duhet ndalemi dhe të mendojmë, pas muajit të Ramazanit, është një pyetje shumë interesante. Ne dim ligjëratat në fillim kur kanë bajt hoxhallarët, çdo herë kanë kallëzuar për arsyeën e legjitimitetit të Ramazanit, apo? Siç kanë përmendur në surën Al-Baqara 183, ja ledhina amanu kutiba alaykumus siyam, ju që keni besuar është bë obligim juve agjërimi, sikurse është bë obligim atyre që ishin para juve, për çka? La'allakum tattaqun, që ju të bëni më të mirë, bëni më të devotshëm. Do të thonë që ju ta ndroni gjendjen të cilën e keni para Ramazanit, që në këto ajama dudat, këto ditë që kanë kalu, ti pas aty në ti është tjetër. Ne të gjithë mund të sfidojmë veten tonë me një pyetje, ajo është se pozita e dinit tek na, pozita e islamit tek na,
pozita udhëzimit tek na, pozita e fesë tek na, para Ramazanit dhe pas Ramazanit, a është e njëjtë? Më thënë, në të renditjen e prioriteteve jetësore të cilët unë i kam, a e kam dinin, islamin, ku e kam pas para Ramazanit, apo ka arrit që të ngritet më nalt, mos thom Allah na rujt më shku ala më mrapa. Kjo është pyetje të cilën çdo kush për neve duhet ta sfidojë veten e vet. Dhe dështimi më i madh i njerëzve është kur ato nuk ndalen me bisedu me veten e tyre. Janë të gatshëm të bisedojnë me çdo kënd përveç vetes, dhe janë të gatshëm të flasin me çdo kënd përveç vetes së tyre, dhe janë të gatshëm të ja çajnë hallin çdo kujt përveç vetes, dhe janë të gatshëm të ndjekin gabimet dhe të përmendin gabimet e të gjithëve përveç gabimeve të vetes së tyre. Andaj si thënë dietarët, ato në të syrin të cilët zmadhohen mëkatet e tjerëve, zvoglohen mëkatet e tyre, dhe ato të cilët zmadhohen mëkatet e tyre, mëkatet e tjerëve ju duken të vogla. Andaj ne sfidojmë veten tonë dhe pyesim, veçja ime, ku ishte udhëzimi, ku ishte Islami para Ramazanit dhe ku është Islami pas Ramazanit? Ku është udhëzimi pas Ramazanit? Ku është pozita namazit, ku është pozita agjerimit, ku është pozita distancimit nga haramet e kështu me radhë? Kjo është pyetje me të cilën ne duhet ta sfidojmë veten tonë. Vëllezër të nderuar, Allah subhanahu wa taala, siç e thekëm më herët, jo vetëm agjerimin, asnjë adhurim nuk na ka bë me na ngarku neve. Asnjë adhurim s'na ka bë se ka nevojë për neve. Asnjë adhurim s'e ka bë për me na pa neve keq. Allah subhanahu wa taala thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi ndalon nga veprat e këqija dhe nga veprat e dyta. Këndej thot namazi është bërë që të bëheni më të mirë. Allah subhanahu wa taala thot ya alladhina amanu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum, thot merr nga pasuria e tyre zeqatin, që është për qëllim sadakaja zeqati, që ti pastrosh atë, wa tuzekkihim biha, ti pastrosh atë dhe pasurinë e tyre, pa dhe shpirtat e tyre. Andaj, çdo vepër të cilën na e bëjmë, është për pastrimin dhe rregullimin dhe ngritjen tonë. Andaj, pa çdo vepër të mirë të cilën e bëjmë, ne duhet ta pyesim veten tonë dhe ta sfidojmë veten tonë. A ka ndiku kjo vepër tek unë? Allah subhanahu wa taala thot namazi të largon nga punët e këqija. Unë njëjtë vazhdoj, për çdo ditë falem, për çdo ditë e bëj të njëjtin gabim të cilën s'duhet ta bëj. Unë për çdo vjet agjeroj dhe pastaj pas çdo viti e bëj të njëjtin gabim që unë zguzoj ta bëj. Unë për çdo herë jap sadaka, jap zeqat, përsëri unë bëj gabimin të cilin zguzoj ta bëj. Unë pendohem nga mëkatet, përsëri kthehem dhe bëj të njëjtat mëkate të cilat zguzoj të bëj. Ne jena njerëz, ne gabojmë, ama ka disa vija të cilat ne është dashmo të mbyllen ato, është dashmo të kalohen ato, është dashmo të mos jenë prezente në jetën tonë. Në 20 vjet kena problematik me të njëjtën mëkat. 20 vjet ne kena problem. Në 20 vjet kena problem me sabahun, në 20 vjet kena problem me gibetin, në 20 vjet kena problem me talljen me të tjerët, në 20 vjet kena probleme me moralin e ulët, në 20 vjet kena probleme me sjelljen e keqe me të tjerët, 20 vjet të njëjti gabim i cili zguzon të jetë musliman. Dhe arsyetojmë të gjithën se çdo njeri është gabimtar. Jo, çdo njeri bën gabime, ama 20 vjet me qenë stabil në gabim, kjo nuk është çdo njeri bën gabime. Andaj vëllezër, duhet, do të thonë, si çështja e dinit merret seriozisht, dhe këto adhurime të cilat na ka caktuar Allah subhanahu wa taala të merren seriozisht, se pse janë caktuar, për neve janë caktuar. Dhe a jeni duke ja pa hajrin? Kjo është sikurse dikush i cili ka qel do me thonë ka qel një ordinancë ose ka qel një banatore, edhe ka bo disa ilaçe dhe për çdo ditë ja jep njerëzve ilaçe dhe pik rezultati s'ka te ato njerëzit. A është i drejtë? Tamam, ky premton se ky është ilaç dhe kjo nuk ka efekt atje. Ku është problemi? Ose është problemi te formuesi i ilaçit, ose është problemi te vetë personi. Se dikush është i smut për sheqerit dhe t'ia jep ilaçin e duhur, ai shkon hanë ëmbëlsina gjysë tepsie. Pastaj thot vallahi se m'bën dobi ilaçi, nuk ka problemi te ilaçi, problemi është te ti. Edhe kjo është tek ne vëllezër. Ne s'dyshojmë se Allah subhanahu wa taala i ka bëu këto adhurime për çka? Për përmirësim. Dhe s'dyshojmë se janë përmirësuese. Po mirë, ne s'ndryshojmë, ku është problemi? Te adhurimet, jo, është problemi te na. Andaj çështjen duhet ta marrim serioze. Tjetër çështje vëllezër, Ramazani ka qenë dëshmi se ne kena mundësi me bë. Ne kena mundësi me bë. Ne kena qenë gatshëm që t'i lëm veprat lejuara. Vjen pas Ramazanit nuk e se ne lëm veprën e ndaluar. Dhe thot valla s'mundem.
Ose s'mundem unë ta la dohanin. Unë s'mundem ta la shikimin ham. Tamam, si ke lan Ramazan? Të Ramazan pa bukë nejt, pa ujë ke ndej, që i ke halal. A nuk është kjo dëshmi se ti ke mundësi? Në qëfë se dan. Në qëfë se dan. Allah subhanahu wa ta'ala vëllezër, nuk i ka ngarku njeriu me më shumë se sa që ka mundësi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Buhariut, që në Muslimi, el muslimu al-qawi khairun wa habbu inda Allahi min muslimin dhaif. Muslimani i cili është i fortë, besimtari i fortë, është më i mirë dhe më i dashur tek Allah subhanahu wa taala se besimtari i dobët. Qëllimi i fortë është fillimisht në çështjen e besimit. Pastaj vjen domethënë ajo ana e logjike, pastaj ana trupore kështu me radhë. Ama ana e parë vendoshmëria e tij për të qëndruar parimet të cilat e ka mësuar Allahu subhanahu wa taala. Ky është më i mirë se sa muslimani i cili është i dobët. Wa fi kullin khair, edhe pse gjithë ka khair, edhe që është më i dobët ka khair në gjithë, ama ky është më i mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot për kujdesu për sendet të cilat bëjnë dobi. Dhe mbështeton Allahun subhanahu wa taala dhe mos u kallëzoj i dobët. Jepi rëndësi çështjeve të cilat bëjnë dobi. Në mbështetu Allahun dhe mos u kallëzoj i dobët. Thot uain dhe çose të godet në një çështje, mos thuj, do me thonë, ta kisha bo kështu, mi shte bo ashtu, ta kisha bo kështu, më kështë ja, thot sepse kjo e hap derën shetani, për thuj, kaddar Allah, me shafar, është caktimi Allahut, Allah shka dëshiron vepran. Ramazani vëzër, realisht, në qofse nali me definu Ramazanin, Ramazani është ajo që këna mbeti, e jo ajo cilën e kaluam. Edhe njëherë, Ramazani është ajo që na mbeti, jo ajo cilën e kalum. Ka mundësi që dikush është në sezonën e verës, kur vinë gurbeqit dhe ka lokal. Punon gjatë gjithë sezonës. Pas sezonës si ka mbetë kur gja. Çka thot ky, kom fitu në sezon? A thot se kom fitu, as kom fitu. Kryet sezona, shef ky s'ka pare. Vallaj, dob besim jetë sezona. Si bet dob sezona, full ke punu ti? Ka një problem. Ka një problem. Ose ti veti ke harxhu, e ke dëmtu vetën tënde, ose punëtorit i ka harxhu, ose i ke hup, i ke tubu, i ke hup. Kështu ndodhe dhe me njerëzit, Allahu na rujt me veprat e mira. Tu bën, vjen pas Ramazani, i hup komplet, kthehet si ka qenë natë më parë dhe i djeg çdo sen që ka bë më herët, Allahu na rujt. Andaj vëllezër, do me thonë Hasan al-Basriu ka thonë, vërtet Allahu e ka bë muajin Ramazan një pistë gare për krijesat e tij. Dhe këtu garojnë këto, do me thonë krijesat, në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe për ta fituar kënaqësinë e tij. Disa nga njerëz garuan dhe fituan. Pra ka garu, do me thonë, dhe ka fitu, disa tjerë e lanë lojen, e lanë garimin, e lanë qëndrimin këtë pistë të garës, thot dhe dështuan. Thot, edhe është thot për të habitur, ma ata që rri duke luajtur, duke qeshër, atë ditë ku të tjerët fitojnë, dhe të prishurit vazhdojnë dhe humbasin, dhe filloj të qaj. Pra, në qofse na vëzër, na ka kalu kjo mirësi, dhe dëshmi se na ka kalu pa përfitu, është gjendja jone keqe pas Ramazanit. Unë somë, së mundena me qenë perfekt, nuk kërkohet me qenë perfekt. A mu me pas be një ngritje, me pas një ndryshim, me pas një përmirësim, se një muj kena pas trajnim. Ti një muj trajnohesh për gara, del për gara, 10 sekundat e para hupën. 10 sekundat e parë të lojës dështon. Një muj përgatitesh për lojë, del në teren, 10 minuta ndrim, s'munde me dëru. Ku është kondicioni, ku janë vepra, a ke ushtrua, s'ke ushtrua, që ka ndodhur? Kjo është edhe me çështjen e Ramazanit. Nuk, unë e thash edhe më herët, nuk mund të jemi të njëjtë, s'mund ta marrim njërin rutinë, s'mund ta marrim njëjtën tempo. Do me thonë, këtë e din këto, çka ushtrojnë. Para, do me thonë, sezoneve, ka ushtrime më të rënda. Ama nuk është si të krye sezona tash, graj pleskavicave, graj hamburgerave, s'ka lidhje, ajo, të kthesh mrapa. Duhet të mbahet një tempo. Do me thonë, herë ma pak, herë ma shumë, herë ma pak, herë ma shumë, dhe këtë e qartëson hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, merrni veprat aq sa mundeni dhe mos e teprani, mos e mbingarkoni veten. Do me thonë, pse është qëllimi këtu se mos me bë veprat mira? Jo, ama mos me ngarkune veten time më shumë se sa munden, pastaj milon komplet. Si dikush merr, thot pas Ramazanit tash unë do me vazhduar me Kur'an. Tamam, çka bën ti? Unë ka 3 xhuza në ditë.
Tamam besa ke lexu para Ramazanit që ka kalu, po s'kom lexu hiç. Mbaj edhe ka 2-3 faqe. Kadal, pa ja u kry. 2 ditë lexon, ditën e tretë mshël Kur'anin, selamun aleikum deri Ramazanin e ardhshëm. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos e ngarkoni veten me vepra të cilat ju s'mund t'i bani. Mos e teprani, sepse Allah nuk mërzitet. Pret Allah subhanahu wa taala, vetëm don vendoshmëri prej teje. Thot nëse ju mërziten, Allah subhanahu wa taala nuk mërzitet vëllazër. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat më të dashura tek Allah subhanahu wa taala janë veprat e vazhdueshme, edhe nëse janë pak. Vepra të mira, të vazhdueshme, edhe që janë pak, siç e transmeton, më thon Aisha në hadithin që ka shënuar Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Kur themi veprat e vazhdueshme, cilat janë veprat e cilat ne duhet mi majt. Unë do t'i ka dy çështje. Një do t'i përmendi disa vepra, pastaj do t'i përmendi disa parime të cilat duhet t'i kena parasysh. Se parimet ndonjëherë janë më të mira se veprat. Do ta shihni pse. E para, për shembull namazin e natës, ne kena fal teravi, plus teravi dhe namaz natë, ke shku në Kumanov, ke shku në Shkup, ke shku në Kozov, ke shku aty. Tamam, ke shku atje. Mas Ramazanit nuk mundesh me shku, me marr abdes, mi fal 2 recat dhon fjetjes. Pse? 3 orë ke udhtu Allah, 3 orë ke udhtu, me fal 8 recate, 2 recate dhon fjetjes nuk mosh mi fal. Pse? Kjo është pikpyetje që çdo kush për neve duhet ta pyes veten e vet. Dhe sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos u bën si filani i cili ka fal namaz natë pastaj e ka lënë atë. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që i ka ardhur në hadithi ku i ka ardhur Xhibrili pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku i ka thënë Muhammed jeto sa të dush, ke me vdek o Muhammed, duje kënd të dush, do të ndahesh prej ti, o Muhammed, vepro çka dush, patjetër se kemë dhënë llogari për çdo vepër të cilën kena bë, dhe thot krenaria e besimtarit, nderi i besimtarit është kush? Namazi është namazi i natës. Dhe krenaria e tij është në mosvarësinë nga njerëzit. Nderi i besimtarit është namazi i natës. Krenaria e tij mos me qenë zor për njerëzit, mos me ashtri dorën, njerëzve. E dyta është vëllazër leximi i Kuranit. Kena lexu gjatë Ramazanit, mashallah, dikush i thotë i kom bë 2 hatme, dikush 3, dikush 4, dikush ka dashur më bë si Imam Shafia, do të thonë me hatme, kalon Ramazani e mbyll edhe shtin atë, do të thonë atë materialin e mirë se mos më bë me pluhun, se respekton dhe nderon Kuranin, edhe shtin raft edhe më deri në Ramazanin tjetër. Unë e ceka më herët, nuk mundesh me xhuza, lexo me faqe valla. 1 faqe, 2 faqe, sa mundesh. Po ke frikë me 1 faqe me fillon? Kur të forcohesh 1 faqe, çojën 2. Ama takohesh për çdo ditë me fjalën e Allah subhanahu wa taala. Po ashtu agjërimi vullnetar, 30 ditë kena agjëru pa ndërprej, si kalon 30 ditë, 6 ditë të Shevalit s'mundena me agjëru. Ky problemi jon, kur i thëjmë stop, çdo send ndalen vend, preje, s'mundet me vazhdu. Kjo është problematika vëllezër. Duaja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo herë bante dua Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kam thënë Allah subhanahu wa taala o Zot, i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thuaj o Zot, mos na devio zemrat tona pasi që na ke udhëzu, ose bënte në sejdë se thotë musallem mas shumë ti ç'a bënte dua jam qalib al-qulub, thabit qulubana andina, thabit qalbi ala ta'atik, forcoj zemrën tonë, rrotulluesi zemrave, forcoj zemrën temën në nështrim ndaj teje, ose do të thonë forcoj zemrën temën në fen tonë. Gjitha këto i ka vazhdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Istighfari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë, do të thonë se si ishte gabimtar, po në ka dhënë neve një dëshmi vëllezër se istighfari nuk është vetëm njeriu kur bën mëkate. Istighfari është një lidhje e veçantë e përullësisë të cilën ja shpreh robi Zotit të vet. Për këtë thonë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam unë bëj istighfar për çdo ditë më shumë se 70 herë në ditë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që se thuhet se ka bë gjuna të vogla, ja ka fal Allahu subhanahu wa taala. Ose ka bë khilaf al-aula që kanë thënë, do të thonë ndonjëherë jo se ka gabu, po se ka bë atë më të mirën çka është dash, i ka pas të falura. Andaj thot Aisha ja Rasulullah, thot çka të bë, do të thonë aq shumë falësh që anajt kam, ka thënë fela yakun abden shakurat, mos jem rob falendërues. Do të thonë gjitha kjo dëshmon se adhurimet, istighfari nuk ka vetëm kur bën gjina, se ty më thon dikur bën istighfar, thot, "A po kish shumë bën istighfar, palesa gjina ti kaki." Nuk është kjo vetëm për kjo është shprehja e përullësisë të robit ndaj krijuesit të tij, andaj duhet vazhdojmë vëllezër, duhet vazhdojmë me këtë. Tjetër është
ushqimi i nevojtarëve. Ushqimi i nevojtarëve, siç ka paraqitur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin e Abdullah ibn Salamit, që ka shënuar Imam Tirmidhiu, thotë kur ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, ishin tu bu njerëzit, unë dola dhe qëndroj pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ta shoh çdo kush në momentin e parë kur e kom pa dhe gjithë e shikonin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e pash se ky njeri, domethënë fytyra e tij nuk është fytyrë gënjeshtare, Allah çka thoshin se ka marrë njëri rren, shpifën, disa serbaz, disa kom pas se fytyra e tij nuk është fytyrë e gënjeshtarit, dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë këto ishin fjalët e para që i dëgjova nga ja Johannes, o ju njerëz, at'imu ta'am. Thotë o ju njerëz, ushqeni të tjerët. Wasilu al-arham, mbani lidhjet farefisnore. Wa afshu selam, përhapni, do me thonë selamin, përshëndetjen me selam, do të hyni wasallu bil lejli wan nasu niyam, dhe faleni kur njerëzit tjerë janë në gjumë, do të hynin me paqe në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu është vëzër vizita të afërme dhe të shoqërisë. Okej, i kena thënë njerëzit për iftar, kena thënë njerëzit për syfir, nuk do me thonë se tash duhet ta ndërprejmë komplet lidhjen me ta. Thirrin çaj, thirrin kafe, shko vizitoj. Fatkeqësisht sot, do me thonë, rrjetet sociale i kanë larguar njerëzit nga vizita e njëri tjetrit. I kanë shkuar në WhatsApp, a jeni mirë, ai shoqëro se thirr me kamerë. Nuk është kjo ajo që kërkohet. Afërsia, ndëjtja, biseda është kjo e cila kërkohet, do me thonë, në mbajtjen e lidhjeve mes besimtarëve dhe mes familjarëve, andaj duhet jemi të kujdesshëm. Bazat edhe synimet të cilat duhet vendosin, ndonjëherë veprat e mira janë diçka shumë e mirë. Padyshim. Por ka disa baza të cilat për version të mira në veti ato dhe bin vepra të mira. Një prej ato është meditimi. Vëzër, Allah subhanahu wa taala ka kriju qiellin dhe tokën, ka kriju njeriu, ka kriju krijesat e tij dhe çdo herë bën thirrjen meditim. Meditimi është adhurim në vete, por është adhurim i cili çka bën? Sjell adhurime tjera, qëse une, si që përmendë Allah subhanahu wa taala në surat Al-Imran, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi lejli wan nahar, deri në fund, me të vërtet në krijimin e qiellit dhe në tokëve dhe në qiellive dhe tokës. Dhe ndryshimin e natës dhe ditës. Ka argumente për të zotët e mendjes. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, ato të cilët e përmendin Allahun kur janë kam, kur janë ulur, kur janë shtrirë. ويتفكرون في خلق السماوات والارض, dhe meditojnë në krijimin e Allahut subhanahu wa taala. Çka është rezultati i kësaj? Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Zot, këto nuk e ke kriju kot. O Zot, na mbroj nga xhami i xhenemit. Do të thonë meditimi të bën ty që më thon o Zot, të gjithë këto nuk janë kriju kot. Andaj unë duhet punoj. Se unë jam kriju me një qëllim, dhe kjo të bjen vepra tjera të mira, të bjen namazin, të bjen agjerimin, të bjen sjelljen e mirë, të bjen ruajtjen nga mëkatet e kështu me radhë. Andaj këto janë më të rëndësishme se sa vetë veprat e mira, sepse janë vepra, do të thonë, të cilat të afrojnë ty me veprat e mira, do të thonë, dhe me llojshmërinë e veprave të mira në krahasim me disa vepra të mira të cilat janë njëse vepra. Andaj këto duhet të jenë parime. Duhet unë që mas Ramazanit ndalem dhe shpesh të meditoj në krijimin e Allahut subhanahu wa taala dhe në qëllimin e krijimit tem si njeri. E dyta, vëllezër, rregullimi i kohës. Njerëzit nuk lindin suksesshëm dhe në shumicën e rasteve nuk është inteligjenca ajo e cila i bën disa njerëz të suksesshëm para disa tjerëve, po është shfrytëzimi i kohës të cilet e bëjnë këto njerëz në momentin kur te ke humb kohën. Është, do të thonë, në momente kur ky lexon një faqe, dy faqe, ti rrin kafe. Ky ndëgjon shkon në ders, ti rrin kafe. Ky rrin me familje, ti rrin kafe. S'tom se më ndalu me nejtë në kafe. Ama jo me qenë kjo, me thonë, dal para Allah subhanahu wa taala dhe mdel në libri jem, se Serati ka qëndru 6 orë në ditë në kafe, 3 orë në ditë në kafe. A me Koran ka qëndru 3 minuta e gjys. Namaz ka qëndru 32 minuta. Nuk është në rregull. Suksesi të cilin do të arrijnë njerëzit në ditën e gjykimit, po dhe suksesi që arrijnë njerëzit në këtë dunja, është rezultati i shfrytëzimit të kohës që e bëjnë ata në momentin ku tjerët e humbin kohën. Dhe për çdo ditë ka 1 orë, për çdo ditë ka 2 orë, mblidhin atje për 365 ditë, 365 orë. Ose ka 2 orë janë, do me thonë, 712 orë, ose sa i bjen. Andaj ne duhet jemi të kujdesshëm me kohën, për këtë thonte Hasan el-Basriu bir Ademit, ti e ditë nëse kalon një ditë, ka kalon një pjesë e jotja, ose thonte Ibn Qayyimi, koha është jeta jote, ai që humbi kohën e ka humb veten e tij. E treta, vëllezër, është zbatimi praktik i vlerave të Islamit. Çka më thon?
Pejgamberi Allah subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dërguar Allah pejgamber dhe nuk na ka zbrit libër dhe nuk na ka mësuar Allah as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që gjithë poenta e udhëzimit ton të jetë namazi, shamia, mjekra dhe disa sende tjera të agjërimi e kështu me radhë. Jo, ka orë që të li, në me thonë, na ka sjell një sistem jete, cilën ne duhet ta implementojmë në jetën tonë shoqërore, jetën tonë bashkëtorë, jetën tonë, në me thonë, në raport me të tjerët në aspektin ekonomik, në aspektin e shitblerjes, në me thonë, në raport me më të madhin, më të voglin, me komshiun, me të afër, me muslimanin, me jo muslimanin. Të gjitha këto ka ardhur Islami. Na kur pyetjet i kena çka hoxha për namazin, kërkush nuk vjen me vetë cila është përgjegjësia jeme që e kam ndaj komshiut, cila është përgjegjësia jeme që e kam ndaj familjes, a kam gabun këtë sjellje me familjen time, a kam gabun këtu me një të vogël, a gabojnë këtu me mos respekt ndaj një të madhit. Të gjitha këto janë pjesë e Islamit dhe për gjitha këto do të pyeten vëllezër. Andaj implementimi ose realizimi praktik i vlerave të Islamit është pisendeve të cilët duhet mbesin në jetën tonë. Tamam, namazin e falti 15 minuta, del pi namazit. Gjithë pjesa tjetër e jetës tonë është raport me tjerët, edhe kjo duhet jetë sipas Islamit. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mohu njerëz, ka mohu nga udhëzimi, nëse ato kanë qenë që nuk kanë shfaq vlerat e Islamit praktike në tyre. Edhe kjo do ta përmendi pak më vonë. E para është për shembull të ketë sinqeritet. Duhet që ne të kena sinqeritet me njëri tjetrin, të jena të sinqert. Dhe dini prej sendeve më të nënçmuara në Islam dhe sendeve më të ulta në Islam është mungesa e sinqeritetit dhe prezenca e dyftërsisë. Tjetër është të jemi modesti. Kemi modest. Ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam modest me të tjerët, nuk është treguar me një madh asnjëherë. Nuk ka qenë cilësi e tij, as e shokëve vetë, pse ka qenë njerëz të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka zbrit shpallje, ka zbrit e ka taku Xhibrili, kur nuk ka ardhur mi thon sahabeve, a dini kush jam unë? Ja, është sjell mirë, edhe pse në anën tjetër ka pas respekt prej sahabeve ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se ndonjëherë flas shembull hoxh. Ndonjëherë thonë që hoxha nuk është modest, është me djemadh. Ndonjëherë, jo për arsyetim, por ndonjëherë mendjemasia që paraqitet tek një person, për shembull që është hoxh ose që është, domethënë, në një pozitë më të lartë, është reflektimi i mos respektit i cili vjen nga xhamati. Kur themi duhet të jetë modest, po, është modest, ama ti duhesh me qenë modest në respektimin e vlerave të cilat bartin njerëzit. Për shembull, dikush është profesor, është mësues, mundesh mi thënë ti duhesh me qenë, domethënë mësuesi ti duhesh me qenë mutawadhi, duhesh me qenë i thjeshtë, ti duhesh me qenë modest, njësoj si ti si unë. Jo, si njësoj. Duhet respekt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka veçu sahabët të cilët kanë qenë fillim, ose sahabët të cilët kanë qenë më të moshëm, ose sahabët të cilët kanë pas vepra të mëdha të Islamit. Andaj duhet respektohet dhe duhet të jetë modestia, domethënë tek të gjithë besimtarët varësisht prej pozitës të cilën ato bartin. Njëjtë është besnikëria në marrëdhënie me njëri tjetrin. Andaj Allah subhanahu wa taala thot: "Waufu bil ahd", dhe respektoni, përmbushni marrëveshjet, se për këto do të pyeteni para Allah subhanahu wa taala, siç ka në surën Isra. Andaj nuk thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men ghashana falaysa minna", ai i cili na mashtron ai nuk është pi neve. Që e ka më herët. Nuk është pi neve, nuk është s'mund me qenë musliman i cili të mashtron Allah. Nuk është pse musliman mashtrues. Pse është përhap Islamin në në plot vende, sikur janë Indonezia, Malezia, ato vende të larta që janë shtete me numër më të madh muslimanëve, ku asnjëherë s'ka pasur ushtrim musliman. Tu i mashtru, tu i vjedh, tu i tradhtu. Jo, kanë bardh vlerat e Islamit. Për këtë, kur tregojmë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur thotë Aisha çka është, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë një Kur'an që ka ecë nëpër tokë. A mund një Kur'an që ecë nëpër tokë me mashtru, me tradhtu, mos sjell keq me të tjerët, me në çmu të tjerët, me në vlerësu të tjerët, asesi vallahi. Për çështjeve të tjera është vëzër, mendimi i mirë për njerëzve. Allah subhanahu wa taala në ka mësuar që të mendojmë mirë për tjerë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thënë: "Aleikum wadh-dhann, fa inna ba'da dhanni ithm." Keni kujdes që të mendoni për tjerë, veç të mendoni, se veç mendimi i keq që mundesh me pas ndaj dikujt, mund të më qenë çka? Mëkat. Njëjtë Allah subhanahu wa taala ka thënë në surën Al-Hujurat:
Fatebejenu, ka thonë, kur ju vendi kush më ndena më qartësoni, që pastaj t'i bëni dikuj padresi dhe pastaj të bëni tobe dhe të pendoheni për padresin të cilën ja keni bërë. Po ashtu është vëllezër, turpi, tash me pas dikush turp, duket si, pëse t'ki për gjuna. Dhe, i vjen mara, o që kësi gjuna është. Jo, nuk është gjuna. Nuk është gjuna. Kjo është prej cilësive të cilët duhet t'i bas një besimtar. Një besimtar, t'jeti turpshëm. Po ashtu vëllezër është el-qana, t'jeti knaqër ma që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, irda bima qad qasama Allahu lek takun aghna nas, bëj knaqër ma që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, të jesh njeriu më i pasur. Pastaj ka thënë el-ghina nafs, pasuria është pasuria shpirtërore. Nuk kupton kjo përsëri që besimtari ta lën punën, të mos aktivizohet, të mos jetë i gjallë, jo. Të mundohet, tentohet, e jep mundin, dikuj me të njëjtin mund Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë më shumë. Dikuj me aftësi më pak, Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë më shumë. Po çka? Ty të ka dhënë diçka tjetër, dikuj i ka dhënë diçka tjetër, dikuj i ka dhënë pasuri, dikuj i ka dhënë mirësi, dikuj i ka dhënë shëndet, dikuj i ka dhënë rahati familjare, dikuj i ka dhënë fëmijë, dikuj i ka dhënë. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ndan rrezikun. Po ashtu është vëllezër, do të thonë sinqeriteti dhe puna. Kjo është prej cilësive të cilët i kanë pasur çdo herë besimtarët dhe vazhdojnë t'i kenë ato të cilët pasojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për këtë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Buhariut, pasuria më e mirë ose dora më e mirë është ajo dora e cila është e sipërme, jo ajo e cila është e shtrirë, ajo dora e cila jep, a kupton? Del ditën e gjykimit je ti ai që ke dhënë, je del ditën e gjykimit je ai ti cili ke përfituar me mirësitë të cilat i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Tjetër vëllezër që është prej parimeve të cilat duhet të kena parasysh, është përzgjedhja e shoqërisë. Për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu është në fenë e shokut vet, le të ketë kujdes me kënd shoqërohet. Të janë parimet të mëdha të cilët bin vepra të mira. Dëgjoj, nëse rrin ti me 4 veta të cilët e pin duhanin, nesër ti kemë qenë 5 të cilët pin duhanin. Nëse rrin me 5 pianisa, nesër kemë u bë pianisa i 6. Ama nëse rrin ti me 4 hoxhallar ose me 4 njerëz të uzumën, nesër ti kemë qenë i uzumën, e kupton? Nuk ka mundësi, arabët thënë, të juru ala eshkaliha të kau. Shpezet bin të kloj i tyre, të smunesh në mesin e plumbave të vjen qafka, në mesin e qafve të vjen, do me thonë, papagaj, ose do me thonë një shpez tjetër. Nuk ka vend aty. S'mundesh ti me qëndru në mesin e tyre, pa mos më basi ata. Andaj, duhet jemi shumë të kujdesshëm me kënd shoqërohemi, me kënd të rrim. Për këtë, thot një poet arab, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Për njeriu mos vet, po vet kënd e ka shok. Sepse çdo shok shoqërohet me llojin e vet. Andaj ne duhet jemi të kujdesshëm vëllezër me kënd rrim, se nëse jemi besimtar njëri tjetër ndihmojmë punë të mira. Nëse kena shoqërinë e keqe atëherë do të humbim. Do të humbim, do të thonë betejë me ata. Se ke shejtanin, e ke nefsin, e ke veten, e ke shoqërinë e keqe, e padyshim që, do të thonë, të dështosh Allah subhanahu wa taala na ruaj. Dhe një çështje tjetër është vëllezër, që kjo është parim se çdo herë ne fokusohen në vepra të mira, por edhe diçka tjetër. Sikurse është fokusi në vepra të mira, po aq duhet të jetë fokusi në largimin nga mëkatet. Ka njerëz të cilët bëjnë vepra të mira, lexojnë Kur'an, jep, po gjunohet s'ni lën. Kjo duhet shkon paralel. Duhet shkon paralel, që na duhet ndal nga dal t'i thona mëkateve stop. Allah subhanahu wa taala thot walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim. Thot ato të cilët bëjnë ndonjë vepër të keqe ose i bëjnë vetes padrejsi, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet të cilat, do të thonë, ata kanë bërë. Kështu duhet të jetë besimtari vëllezër. Ka disa mëkate më kanë vetë mas Ramazanit, duhet mi nal. Duhet mi largu. Duhet me hek. S'munden me më shoqëru mua ato gjithë jetës. Unë thash më para 20 vjet ne kena problem për shembull me gibetin. 20 vjet ne kena, do të thonë, probleme me na kalon namazi sabat nga koha. 20 vjet. Në 20 vjet kena probleme sillemi keq me familjen. 20 vjet ne kena probleme sillena keq me kumshin. Në 20 vjet ne si na mësu Allah mi respektu atë moshmin. Në 20 vjet si na mësu për mos me shanë. Në 20 vjet si na mësu, do të thonë, mos me ngrit zanin nga diku që s'duhet ngritet zani kështu më radh. Andaj vëllezër, janë çështje të cilat, do të thonë, duhet vakti masht. Vakti masht më thon vetes ball. Vallë, një Ramazan, 2 Ramazan, namazi, kjo ajo, unë prap në vend.
ndërtimi i raportit vepër zemër krijues. Dhe kjo do të jetë e fundit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Vëzhgë. Ndërmjet veprës edhe zemrës ka një distancë. Dhe këtë e përmend nëse s'gaboj Ibn Kaimi. Mes veprës dhe zemrës ka një distancë. Dhe mes, do të thonë, këtë distancë ka pengesa të cilat e pengojnë veprën me arrit të zemra. Ti e bën veprën. Po gjatë rrugës ke pengesa të cilat të pengojnë që kjo vepër me ndiku në përmirësimin tënd. Andaj kjo nuk arrin. E kryen ti namazin, ama nuk arrin me ta përmirësu veten tënde. Kjo duhet më rregullu. Pastaj, si edhe thot njeriu mund të jetë me shumë vepra, por asgjë prej tyre nuk ka arritur në zemrën e tij. Si, do me thonë, ta shton dashurinë për Allah subhanahu wa taala, ta shton frikën ndaj Allah subhanahu wa taala, ta shton shpresën ndaj Allah subhanahu wa taala, ta bën ata sket ndaj dunjas, do me thonë, ndryshon pikpamjet e tij si njeri. Se na nuk ndryshojmë, do me thonë, në aspekti besimit nuk ndryshohet as me hapa, as me operacion, sikurse trupi. Problemet të trupit shndrohen me çka? Do me thonë, rregullohen ato që mund të rregullohen me çka? Ose me ilaçe, ose me operacion. Imani nuk rregullohet as me ilaçe, as me operacion. Rregullohet me vepra. Ka disa vepra të cilat duhet t'i bësh dhe me veprimin e këtyre veprave të përmirësohet besimi jot. Andaj sikur se të kishte hekjo pengesa mes veprave dhe zemrës, që kjo don ligjërat, më thon veten e saj, kjo zemër do të kishte ndriçu, do të ishte përmirësu dhe nuk do të vazhdonte të qëndronte me vite njëjtën gjendje në statusin kohë të saj, pa mos më ndryshu fare. Pastaj, përsëri vazhdon, do të thon duke përmendur Medhaxhin e Salihin, Ibn Kaimi dhe thot, pastaj ndërmjet zemrës dhe Zotit ka një distancë tjetër. Pse thashëm në fillim? Vepër zemër krijues. Kjo vepra nuk shkon direkt te krijuesi. Patjetër me kalun filterin e zemrës. Patjetër me a është për Allah, a s'është për Allah, për çka bëhet kjo vepër? Patjetër me kalun filterin e zemrës dhe pastaj pin zemër ngritet tek Allahu subhanahu wa taala. Po edhe pik këtu edhe deri në alt ka pengesa. Pik këtu deri në alt ka pengesa që shejtani tenton që ta prishë edhe këtë lidhjen e dytë, do me thonë, dhe që ta arrin tek Allahu subhanahu wa taala. Kush janë këto? Për shembull, dikush e bën një vepër, në rregull, e bën një vepër, po çka? E bën për Allah. I ka mrit në zemër. Tamam? Për Allahun, i ka mrit në zemër. Fillon më ngrit. Si shkak i kësaj veprës që fillon të bëhet mendje madh. Ka dhënë për hir të Allahut, ha? Ai duket vetë unë kam dhënë këto tjerët kërkur sjep. U doq. Ju doq vepra. Allah subhanahu wa taala s'ta pranon vetëm se veprën e pastër. Ose ky tjetri, do të thonë, nuk kallëzohet me në madh, apo hyn vetën qef. Allah të kofë, mashallah, te po. Të tjerët gjithë flejnë sabat, i del namaz sabat, te mashallah. Ose të tjerët mungojnë ligjëratat, i shkon ligjëratat, te mashallah. Gjeneratat e para i bonin veprat edhe e nënçmonin veten e tyre. Thoshin, da, te ki këtë për shka? Te e bon këtë pse Allah ta ka mundsu, jo se ti je mirë. Se mos ta kisha mundsu, Allah kisha qenë dhe ti si tjerët, e kështu me edukonin veten e tyre. Ose mburret me veprën. I dhash benjanit ati, kish pak nevojë. E di shumë, ku ka kështë raste unë gjindem, ha? Ose valla kem atje u knaqem namaz nate. Dire atje shkum, mashallah, ha? Shkum diri këtu, e bënëm këtë. Ruje be veprat, ruje be për Allah subhanahu wa taala. Ose, më thonë edhe kjo për në fund të cilën e përmendën, Ibn Kaimi thot, kur njeriu nuk e kujton mirësinë e Allahut ndaj tij. Nuk thot kjo është nga mirësia e Allahut, valla u mundova dhe bona, alhamdulillah. Si u vuna e qita hat me nato, valla po, i thash, ha? Thuj belle, kjo është për mirësisë Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sa ka qenë pejgamber ka thonë, laula Allahu mahtadenat, mos ishte Allah ne s'kishte na qenë të udhëzuar. As kishin pas mundësi me fal namaz, as kishin pas mundësi me dhënë sadaka. Çdo send që na mundsohet neve është nga mirësia e Allahut. Si në mirësinë e udhëzimit, ashtu edhe mirësinë e trupit, ashtu mirësinë e shëndetit, ashtu mirësinë e mendjes.
Po Allah subhanahu wa taala me ta kufizu mendjen, çfarë adhurimi më është me bë? Allah subhanahu wa taala me ta hek udhëzimin, çfarë adhurimi? Pse? Pak njerëz ka që Allah ja merr udhëzimin. Andaj vëllezër, duhet jemi falendërues që Allah subhanahu wa taala të na shton, duhet, do të thonë që pas muajit Ramazanit i vendosim disa parime, i vendosim disa pika në jetën tonë, të cilet duhet të jemi të kujdesshëm ndaj atyre dhe të realizojmë ata, dhe lutem Allah subhanahu wa taala të na bën neve robët e tij të sinqert, robët e tij të qëndrueshëm, robët e tij të cilët nuk janë rob sezonal, po janë rob të Allahut subhanahu wa taala, i cili nuk përfundon kur, i cili nuk largohet kur, i cili nuk vdes kur. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.